Mjeku me urdhër të prerë. Nëse trupi shfaq këto shenja, mos pini më kafe. 50% e popullatës amerikane e konsumon kafe. Mesatarisht një person pi 3.1 gota kafe në ditë dhe kjo thjesht mund të jetë e ndryshme në varësi edhe të jetës suaj. Po përveç efekteve pozitive ka disa e anë negative për të cilat duhet t'i informohen të gjithë. Edhe ne duam këtë pije, mirë po duhet të dini të mos abuzoni. Këto janë shenja që tregojnë se po e teproni me konsumin e kafes. Ju keni nevojë edhe të përdorni tualetin më shpesh. Kafeja është vërtet një produkt pastrues. Ajo mund të lëshojë gjithashtu edhe hormonet që bën stomakun të shpejtojë aktivitetin në zorën e trashë. Pirja e kafes mund t'ju bëjë të shkoni në tualet më shpesh. Pirja e tepërt e kafes mund të nxjisë ankthin dhe të nxjisë gjithashtu edhe probleme të nervozizmit. Pirja e tepërt e kafes shkakton pagjumsi, rrahje të shpejta të zemrës dhe lodhje të menjëhershme.